Nëse pini ujë me limon para gjumit, nuk do ta besoni çfarë ndodh me trupin tuaj. Uji me limon para gjumit është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin me ushqyes dhe vitamina. Uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka efekte pastruese në organizëm. Nëse e pashuroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë element alkalin, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë më shumë prej vlerave të tij. Uji me limon ju mban të hidratuar dhe përmirëson gjithashtu. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Funksionet tuaja të muskujve dhe përmirëson edhe tretjen. Sipas të dhënave të Brightside, aftësia e limonit për të nxitur dhe prodhuar lëngje tretëse dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut është vërtet e larmishme. Por pse limonët janë kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë dhe janë një burim i mirë i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve e të tjera. Për më tepër, antioksidantët lehtësojnë organizmin nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit antioksidant të nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskinë e saj. Përse duhet të pini ujë me limon në mbrëmje? Uji me limon të bën më mirë në çdo orar të ditës, por në mbrëmje ka disa efekte të rëndësishme, tregojnë informacionet e marra sipas Brightside. Pirja e një gote me ujë në mbrëmje ka efekte hidratuese për trupin, kur ai është duke punuar gjysmë në qetësi dhe duke zbutur urinë. Ekspertët thonë se trupi në mbrëmje dehidratohet kur ne flem. Duke e pirë një gotë me ujë me limon në mëngjes, trupi furnizohet me lëndët ushqyese të nevojshme për pastrim dhe hidratim të tij. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për vlerat e shëndetit tuaj. Njeriu humbet lëngje çdo ditë nëpërmjet frymëmarrjes, dukuri që ul nivelin e përmbajtjes ujore të organizmit. Kur organizmi është i dehidratuar, atëherë është më energjik dhe organet janë më në formë. Nëse i zvendësoni pije të ëmbëlsuara dhe ato me kafeinë me ujin me limon, atëherë do të keni përfitime të dyfishta në shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve të Healthline, pirja e ujit me limon çdo ditë mund të jetë një mundësi e mirë e organizmit për të marrë përfitimet e tij. Për sa kohë ai konsumohet brenda rekomandimeve të duhura, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin. Uji me limon para gjumit është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin, me ushqyes dhe vitamina të dobishme, të cilat janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e inflamacioneve. Uji me limon, nëse konsumohet si duhet dhe brenda sasive të rekomanduara, do të luajë një rol të mirë pozitiv në hidratimin e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë ujin me limon si një prej përzgjedhjeve më të mira të vlefshme për trupin e njeriut. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni ujin me limon në përditshmërinë e recetave tuaja? Pirja e rregullt e ujit me limon ju ndihmon të lehtësoni fytyn e thatë, të përmirësoni tretjen dhe të largoni toksinat e ndryshme nga organizmi. Mjaftojnë disa feta limoni me gjithë lëkurë në një gotë me ujë dhe sipas të dhënave të Healthline do të lehtësoni gjithashtu organizmin nga shqetësimet e mëdha. Studime shkencore konfirmojnë se polifenolet, të cilat gjenden kryesisht tek limoni dhe lëkurat e tij, mund të ndihmojnë për të rënë nga pesha. Limoni është i pasur me vitaminën C, e cila është shumë e nevojshme për të prodhuar kolagjen, për të forcuar imunitetin dhe për të pastruar trupin tuaj nga toksinat. Rekomandohet të pini çdo ditë të paktën një gotë me ujë me limon. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mirëbërëse për organizmin dhe do të lehtësoni komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në luftën kundër inflamacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja. Uji i ngrohtë me limon mund të jetë gjithashtu një mundësi për të përfituar prej vlerave të tij. Ekspertët e ushqyerjes citojnë se pirja e ujit të vakët me limon në dietën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Atë mund ta konsumoni si në temperaturën e ambientit ose edhe të vakët dhe të ngrohtë. Të kombinuar gjithashtu edhe në një gotë me mjaltë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin tuaj. Të pish ujë me feta limoni sapo zgjoheni në mëngjes
është një diçka shumë e mirë dhe e rëndësishme për organizmin. Përfitimet ushqyese të ujit me limon në shëndetin tuaj do t'jenë vërtet të larmishme. Ai mund të rrisë edhe një nxitje më të mirë të organizmit dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e dietës suaj do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Sigurisht, i kombinuar si duhet dhe brenda rekomandimeve të duhura, uji me limon do t'japë shumë përfitime. Uji mbështet shëndetin e përgjithshëm dhe ndihmon gjithashtu në një hidratim më të mirë të organizmit. Shtimi i këtij fruti është një bonus i këndshëm për përfitimet që do të merrni. Sipas ekspertëve të Healthline, një gotë me ujë me limon në përditshmërinë e dietës suaj do të ofrojë këto përfitime të rëndësishme. Do të mbështesë më mirë mikrobiomën tuaj të zorëve, do të ndihmojë gjithashtu në procesin e tretjes. Duke shtuar ujin me limon në vaktet tuaja ditore, mund të ndihmoni kundër dispepsisë, fryrjes dhe problemeve të tretjes. Për më tepër, limoni njihet se stimulon edhe prodhimin e bilës dhe lëngjeve gastrike, gjë që ju ndihmon të parandaloni kështu edhe formimin e gazrave në zorët tuaja. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë gjithashtu mënyra e duhur për të marrë organizmi të gjitha elementet e nevojshëm. Uji me limon është një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj për të marrë përfitimet e duhura ditore. Kështu ai mund të ndihmojë edhe në forcimin më të mirë të imunitetit. Uji me limon e forcon imunitetin tuaj, duke u referuar kështu edhe përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Lëngu i limonit ofron gjithashtu një përzgjedhje më të mirë të këtyre elementeve ushqyes në dietën tuaj ditore. Uji me limon jep përfitime të mira kundër plakjes së lëkurës. Është i pasur edhe me antioksidant që parandalojnë dëmtimet e radikaleve të lira në organizmin tuaj. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për të parandaluar problemet të lëkurës siç janë rrudha dhe plakja e parakohshme, dhe të ndihmojë gjithashtu në një dukje më të shëndetshme të saj. Uji me limon i konsumuar në përditshmërinë e recetave tuaja do të ndihmojë gjithashtu në një hidratim më të mirë të trupit. Duhet të siguroheni të shtoni vazhdimisht ujin me limon në recetat tuaja ditore, dhe si përfundim do të keni një organizëm më të shëndetshëm. Uji me limon do të ulët gjithashtu nivelet e ankthit në trup. Aroma e limonit nuk është vetëm e këndshme, por do t'jap gjithashtu përfitime unike të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja. Uji me limon mund të ndihmojë për të ruajtur më mirë peshën tuaj trupore. Disa kërkime paraprake sugjerojnë vazhdimisht konsumin e ujit me limon si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në dietat tuaja ditore. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj. Uji me limon do të ndihmojë në parandalimin e gurve në veshka. Shtimi i ujit me limon në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, i kombinuar në mënyrën e duhur ditore në vaktet tuaja, uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e ujit me limon, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, dhe në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit. Ekspertët Healthline e cilësojnë ujin me limon si një prej mundësive më të mira ushqyese edhe për të mbajtur trupin tuaj më të shëndetshëm, më të hidratuar dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tretjes. Uji me limon është mirë që të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura ditore. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mbarvajtjen e niveleve të pashit në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat, do të përmirësoni tretjen dhe dukjen e lëkurës suaj. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja këtë përbërje, duke nxitur gjithashtu një organizëm të shëndetshëm, të fuqishëm dhe duke evituar kështu efektet negative që sjellin radikalet e lira në organizmin tuaj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.